Në kuadër të muajit Roz në sheshin Shadrvan me moton bashk kundër kancerit të gjirit, sot QKMF pati një fushat sensibilizuese lidhur me shpërndarjen e disa flitushkave që i përkasin parandalimit që fillon me vetisim. E ku në mes të tjerash në ato fletë sensibilizuese shkruan se 1 nga 8 gratë gjatë jetës së tyre mund të përballen me kancerin e gjirit. Zbulimi i hershëm shpëton jetë. Kontrolli i rregullt është arma më e fuqishme për parandalim, për të cilën fakt dhe drejtori QKMF-s Dr. Fadil Bajraktari tregon se në QKMF tani gjatë të gjithë vitit, por veçanërisht gjatë këtij muaji Roz, ka përkushtim të veçantë që të parandalohet kjo sëmundje. Qendra kryesore e mjekësisë familjare ka startuar që me datën 1 tetor, kur kemi dalë në informacion që i keni me marshin që kemi pas edhe takimin të lidhja Prizrenit, kemi vazhdu. Po ky është një takim i informues me qytetarët, kur të shkepim broshurat, cilët në këto broshura shkruhet se çka është kanceri i gjirit, si shkaktohet ai, cilët janë faktorët që shkaktojnë, mandej si duhet ta zbulojmë, cilët janë mënyra e zbulimit këtij kanceri sa më shpejt, cilat janë analizat që duhet kryen, që gjitha këto analiza mund t'i bëjmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, siç është ultrazoni, është mamografia, e gjitha këto i punojmë edhe të shtunën edhe ditën, çdo ditë javës jemi në punë, se kemi angazhuar ekipe që ky aktivitet të mos ndalet gjatë gjithë muajit tetor, gjatë muajit Roz, i cili është muaji i ndërgjegjësimit. Pastaj ne kemi edhe shumë aktivitete tjera nëpër shkolla që jemi duke mbajtur ligjërata, ekipa e cila është angazhuar që të marrë ligjërata lidhje me kancerin, gjithmonë informues se nëse zbulojmë sa më herët këto shenja dhe këtë sëmundje, atëherë mjekimi është i sigurt i kancerit të gjirit. Por nëse zbulojmë në fazat e vonshme, atëherë fatkeqësisht mjekimi do të jetë shumë i vështirë. Sado që koha e mirë, megjithatë gratë ende po hezitojnë të pajisën me këto fletë udhëzime, ku mund të gjejnë edhe shënimet se si të parandalojnë kancerin e gjirit. Kërcësisht edhe pse sot është ditë e mirë në qytet Prizrenit të Shadrvan, njerëzit po ngurojnë të marrin këto informacione, nuk e di këto broshura, edhe pse këto janë informuese, edhe kish më qenë shumë mirë vetëm t'i lexojnë edhe t'i shkepin, po unë besoj që duhet ju falenderoj mas pari juve mediave, cilët ju përmes këtyre njoftimeve besoj ato do ta marrin mesazhin e saktuar, edhe do të vinë edhe të kërkojnë ndihmë tek ne. Do thotë do të vinë dhe të bëjnë vizita sa më të shpeshta që kanë nevojë.